Përshëndetje fëmijë të dashur, edhe nga unë mësuesja Liria nga kopshti Borë-Bardha, Shkup. Shpresoj të jeni mirë në shtëpitë e juaja në këtë situatë të pazakont në të cilën gjendemi. Sot para jush do të luajmë një lojë me numra, lojë e cila shpresoj që do t'ju pëlqej. Të fillojmë. Pra, numri 1. Pas numrit 1, fëmijë të dashur, cili numër vije? Pra, na vije numri 2. Pas 2-shit, pra, na vije numri 3. Pas 3-shit, fëmijë të dashur, e dini cili numër vije? Pra, vije numri 4. Pas 4-shit, vije numri 5. Pas 5-ës, vije numri 6. Pas 6-ës, vije numri 7. Pas 7-ës, na vije numri 8. Pas 8-ës, vije numri 9. Dhe pas 9-ës, na vije numri 10. Por që fëmijë të dashur, pasi numruam numrat prej 1 deri në 10, tani do të fillojmë të numrojmë edhe me gishtërinjë. Të fillojmë pra, numri 1, numri 2, numri 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pra, pasi bëm njohjen e numrave, tani do të fillojmë lojën me të raura. Pra, kjo lojë me të raura mund të luajmë lojën me të raura me duar, lojë me të raura me këmbë dhe lojë me të raura në tavolinë. Pra, sot do të luajmë lojën me të raura me një gotë plastikës në tavolinë. Sa të raura do të bënë mësuesja në tavolinë, po atë numër do të tërheqim. Dëgjuat me vëmendje sa të raura bëri mësuesja në tavolinë? Pra, bëra 2 të raura, do të tërheqim numrin 2. Tani sa të raura bëri mësuesja? Pra, bëra 5 të raura, do të tërheqim numrin 5. Dëgjoni me vëmendje, fëmijë të dashur. Tani sa të raura bëra? Bëra 7 të raura, pra tërheqim numrin 7. Tani fëmijë të dashur, sa të raura bëra? Bëra 3 të raura. Pasi mbaruam numrimin me të raura, këtë lojë mund ta luajmë edhe me gishtërinë të shoqëruar me tekst. Loja e cila do të bëhet me gishtërinë e shoqëruar me tekst, tani do të fillojmë. Pra, gu gu gu, pici gu, kam një kal pasha lu, sa dit, sa net, sa gishta i kam përpjet. Sa gishta pra i kam përpjet? E kam pra një gisht përpjet. Gu gu gu, pici gu, kam një kal pasha lu, sa dit, sa net, sa gishta i kam mësuesja përpjet, fëmijë të dashur? Ti numroj? 1, 2, 3, 4. Pra, i kam 4 gishta. Gu gu gu, pici gu, kam një kal pasha lu, sa dit, sa net, sa gishta i kam mësuesja përpjet? Ti numroj? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pra, 8 gishta i kam mësuesja përpjet. Gu gu gu, pici gu, kam një kal pasha lu, sa dit, sa net, sa gishta i kam mësuesja përpjet? Pra, 2 duar, 10 gishtërin. Pra, tërheqim numrin 10. Pra, shpresoj fëmijë të dashur se ju pëlqyen 2 lojrat të cilat i prezentova dhe mund ju së bashku me prindërit e juaj në shtëpi t'i luani po të njëjtat loja. Ju faleminderit, miru pafshim.